Unë quhem Xhulia. Jam goca e Kolit dhe e Vjollcës, që e kanë shtëpinë tek Tirana e Re, aty ku ka qenë ajo lulishtja e madhe. Babi, mami, edhe unë kemi lindur këtu. Babi më ka thënë se Tirana është e shpifur. Po pse u bë? E pyeta unë. Mua më pëlqen Tirana. Ka makina të bukura, ka boria, ka pallate me ngjyra si ato që kam parë te Bang Bangu. Ka PlayStation, ka edhe kukulla. Dhe babi vetëm qesh përpara fytyrës sime. Sa mi ngre nervat. Po çfarë kanë këta të rriturit kështu? Pse e kanë marrë në Tiranën? Unë me si pres të shkoj për të luajtur, por mami dhe babi asnjëherë nuk më lën të luaj në Tiranë. Aq inate kanë. Nuk ke ku të luash, më tha një ditë gjyshja. Kur ka qenë i vogël babi, ka luajtur këtu, poshtë pallatit. Kisha edhe u qef të luaja aty, ku ka luajtur babi. Por ajo fusha nuk është më aty. E ka zënë një xhaxh me një makinë të zezë e të madhe, që po bën një pallat. E mbytën Tiranën, më tha mami një ditë. Më ngeli në mendje dhe fillova të qaja. Më erdhi shumë keq për Tiranën dhe e pyeta mami se kush e mbyti dhe pse nuk e ndalon xhaxhi polici. Po edhe mami më qeshi si babi. Oh, sa më mërzitën këta prindrit e mi. Se herë unë bëj merak për Tiranën, ata qeshin dhe vetëm qeshin, ndërkohë që Tirana e shkret vetëm mbytet. Kush e di sa vuan ajo? Do të doja të isha një Naruto ose Spider-Man që të shpëtoja Tiranën. Pastaj u kujtova, po mirë, Tirana po mbytet. Po atëherë do mbytemi edhe ne. Qava shumë atë ditë, qava për mamin, edhe për babin, qava për gjyshen, qava për edukatore Letën, qava edhe për Kikin, macen time, do mbyten të gjithë. Po mami edhe babi vazhdojnë të qeshin. Dhe Tirana ime vazhdo të mos ketë frymë. Po mua do të ma kthej njëri lulishtën e pallatit? Po parkun e lojrave do të ma kthejnë? Po bicikletën, unë ku do ta mësoj? As baba gjyshi vitit të ri nuk mi solli. Kush do të mi sjell?